A do të besonit ndonjëherë se një njeri vetëm me duart e veta mund të krijojë një super makinë legjendare që do të mashtron syrin si të ishte e dalë nga fabrika e Lamborghinit. Një makinë aq perfekte, sa që të lë pa fjalë. Kjo është historia e Ken Emhoffit, një njeriu që ndoqi ëndrrën e tij për 17 vjet të tëra, dhe ajo që nxori nga bodrumi i tij do t'i lërë pa frymë. Kur Ken Emhoff pa për herë të parë Lamborghinin në filmin Gara e çmendur, ai u dashurua me atë makinë legjendare. Kjo dashuri i ndezi një zjarr që nuk do të fikej lehtë, një udhëtim që do të përfundonte plot 17 vjet më vonë, kur ai zbuloi atë që kishte mbajtur të fshehtë për kaq gjatë. Ajo që krijoi me duart e tij ishte aq e pabesueshme, sa për pak nuk na la pa fjalë. Ju seriozisht nuk doni ta humbni këtë. Njihuni me Ken Emhoffin, një njeri që ndërtoi një kryevepër mekanike nga zero, vetëm sepse nuk mund ta përballonte të blinte një kontaç të vërtetë. Por në vend që të hiqte dorë, ai vendosi do ta bëj vetë. Kjo është një English wheel, një mjet i specializuar për të përkulur dhe formuar fletat metalike. Ai do ta përdor shumë gjatë ndërtimit. Ken krijoi një kornizë druri të quajtur jik për të ndihmuar për të përkul metalin dhe të rikrijoj këndet ikonike të makinës. Duke përdorur këtë, ai manipulohet fletët e aluminit sipas formës së kornizës prej druri. Ky proces është jashtëzakonisht i vështirë dhe bëhet vetëm duke u bazuar në sy dhe ndjesinë që të jep metali në dorë. Pas përfundimit të çdo pjese, ai saldon copat metalike së bashku, drejt për drejt mbi kornizë. Sasia e kohës dhe energjisë që u desh për këtë ndërtim të personalizuar është thjesht e paimagjinueshme. Nuk është as pak çudi që projekti i tij zgjati 17 vjet. Kjo që shihni është pjesa e përfunduar e parafangove të pasagjerit në anën e majtë. Pasi përfundoi atë, Ken vazhdoi me përshtatjen e paneleve të karrocerisë mbi shasin. Dhe duhet ta pranojmë, këto panele janë aq mjeshtërisht të ndërtuara sa do të ishte tepër e vështirë për dikë të kuptonte se nuk po sheh një Lamborghini të vërtetë. Ken ka një diplomë inxhinierike dhe ndoshta kjo i ka ndihmuar pak në përballimin e këtij projekti të jashtëzakonshëm. Por gjithsesi, ajo që ka arritur është diçka shumë përtej teorisë. Ai e donte përkryerin dhe nuk do të pranonte asgjë më pak se ajo. Deri edhe detajet më të vogla, si dritat e përparme, janë vendosur me saktësi maksimale. Ai ndërtoi një kornizë të plot tubash alumini 100% të punuar me dorë. Nuk do të gjeni shumë njerëz në botë që janë të aftë të krijojnë një shasi makinesh nga hiçi. Pjesa e parë që u vendos ishte transmisioni dhe motori. Kjo bish do të pajisej me një Boss 351 V8 të fuqishëm, i çiftuar me një kambio manuale ZF me 5 shpejtësi. Po flasim për një konfigurim që nuk është vetëm i bukur për sy, por që vërtet performancë. Pjesa e pasme dhe sistemi i pezullimit u lidh me pas. Vetëm pamja e tij ishte një vepër arti me vete, një mekanizëm që ngjall respekt edhe nga ndërtuesit profesionistë të makinave. Dhe për ta mbajtur këtë motor të fuqishëm të freskët, nevojiteshin 2 radiator, një në secilën anë të makinës, për të thithur ajrin përmes hapjeve anësore të trupit të saj. Pamja e brendshme e makinës më në fund po formohej. Të gjitha pjesët e montimit dukeshin thuajse të përfunduara dhe çdo komponent ishte vendosur me një përpikshmëri të jashtëzakonshme. Tani kishte ardhur momenti për një tjetër hap thelbësor, vendosja e primerit dhe mbushësit të trupit të makinës, për të krijuar një sipërfaqe të përsosur për lyerjen përfundimtare. Pjesa e pasme e kontaçit të famshëm për format e saj këndore dhe aerodinamike është ndoshta një nga imazhet më të njohura në historinë e makinave. Dhe në makinën e Kenit, ajo duket absolutisht e mrekullueshme, edhe pa bojën përfundimtare. Në këtë fazë edhe më skeptikët duhet ta pranojnë, kjo është një nga ndërtimet më epike të bëra ndonjëherë me dorë. Një projekt DIY që la përpara çdo gjë tjetër që kemi parë. Pamja e saj është si parajsa në një fotografi, një makinë
që të fton të ndalosh gjithçka dhe të admirosh. Por kishte një problem të vogël. Një problem që mund të ndodhë vetëm në një histori kaq të çmendur dhe të pabesueshme. Makina ishte ndërtuar në bodrumin e tij. Po, e lexuat sakt. Ken kishte ndërtuar gjithë makinën copa për copa në bodrumin e shtëpisë së tij, dhe tani që ishte pothuajse gati nuk kishte asnjë mënyrë për ta nxjerrë atë në sipërfaqe. Por Ken nuk u dorëzua. Ai bërja atë që çdo njeri vendosur do të bënte. Rrëzoi një mur të bodrumit. Ai punsoi një ndërtues për të rënuar një pjesë të murit të bodrumit dhe për të gërmuar tokën përreth duke krijuar një rampë që do t'i lejonte makinës të dilte më në fund në dritën e diellit. Pas 17 vitesh pune të palodhur, çasti kishte ardhur. Ky kontaç ndërtuar me dorë ishte gati të dilte për herë të parë në sipërfaqe. Dhe kur më në fund makina u nxori jashtë, të gjithëve ju bëi qartë pse ky projekt ishte kaq i veçantë. Thuajse çdo pjesë e saj ishte bërë me dorë, me kujdes dhe pikëshmëri që nuk shihen shpesh. Madje edhe dyert karakteristike të Lamborghinit, ato që hapen përpjet si krahat e një shpendi egzotik, ishin ndërtuar nga vetë Ken. Dhe për ata që do të guxonin të quanin këtë një kopja apo fake, i sfidojmë ta provojnë. Nëse do ta shihni duke kaluar në rrugë dhe do të betoheshit se po shihni një Lamborghini të vërtet që ka dalë nga fabrika në Itali. Ken ka ndërtuar një mrekulli, një makinë që jo vetëm duket identike me një kontaç origjinal, por edhe është e pajisur me zemër, një motor i fuqishëm, një ndërtim i përsosur mekanik me mbi të gjitha shpirtin e një njeriu që nuk u dorëzua kurrë. Gjatë viteve kemi parë shumë histori të ndërtimit të makinave të rralla, një si Laren i personalizuar apo një Mitsubishi Eclipse që dikush e kishte transformuar në një Lamborghini tjetër. Ato ishin ndërtuar bukur pa dyshim, por ky kontaç i Ken Emhoffit, ky është ndoshta ndërtimi më i jashtëzakonshëm që kemi parë ndonjëherë. Sasia e përkushtimit, detajeve dhe dashurisë që Ken i dha këtij projekti për 17 vjet më radhë është e pabesueshme. Unë personalisht nuk do të dija të dalloj nga një Lamborghini i dalë nga fabrika zyrtare. Dhe kështu pas 17 vitesh djerës përkushtim dhe një dashuri të pastër për makinën e ëndrave, Ken Emhoff nuk ndërtoi thjesht një makinë, ai ndërtoi një legjendë, një Lamborghini Countach që nuk doli nga një fabrik me robot dhe makina industriale, por nga një bodrum i zakonshëm me duart e një njeriu të jashtëzakonshëm. A mund të dashuria për një ëndër ta marrë mungesën e mjeteve, kohës dhe burimeve? Nëse Ken arriti të ndërtojë një Countach me duart e tij, çfarë mund të arrijmë ne nëse besojmë vërtet në diçka dhe nuk dorëzohemi kurrë? Pres mendimet tuaja në komente. Faleminderit dhe miru ndëgjofshim në videon e ardhshme.